Telashet që kemë realisht janë pak shumë serioze. Në gjak derdhje, se ku të bëhen gjak derdhje, mas ne marrin masa. Vigjallorët mi e kanë po një tabel toka në shitje, në orton. Djali i Axhës që e ka kundërshtu këtë plan të ri, ai është në burg. 4 muaj kanë pare. Pikërisht për këto problemet me tokë. Për çdo problemet me tokë. Reporteri ka ardhur në fshatin Petrov të Prizrenit për të dëgjuar hallin e disa banorëve. Këta banorë pretendojnë se komuna e Prizrenit ua ka ndryshuar vendin e parcelave pa dijenin e tyre, e kjo argumentohet përmes listës së re posëduese. Frika vetme e tashpërtashme këtyre banorëve është se mund të vijë puna deri të më e keqja. E për çka bëhet fjalë, ndiqni historinë në vazhdim. Telashet që kemë realisht janë pak shumë serioze, sepse nuk jem konti informuar për këto që ka ndodhur krejt. As prej komunës, as prej ministrisë, as dikuj. Ka ndodhur konkretisht, është bënë një coptim i parcelave, që i thirrën këto në planin urbanistik i ri i vjetër. Për shembull, na i kena pas me 3 vjetra, krejt, ndome secilit vetën, jemi 15 familje dikun, tash me sistem të ri, me parcela të reja, duhet secili me shkute poshtë 2 metër parafërsisht tjetrit. Diçka që është e papranueshme për neve, që na konti informuar për këtë punë. Komuna kinë se gjoja ka bo dëgjim publik me qytetarë, po kush janë ata qytetarë realisht, na jemi pronar tokave. Ata duhet me bo me pronarët e tokave, informim, jo me qytetarë që s'kan ide se çka ndodh këtu krejt. Është një pasuni që kena bo me mund me djesht, tash vjen puna me andru vendin se cilës parcel, di kanë me qu atje 100 metra më poshtë, di kanë me qitë në rrugë kryesore që s'ka hiç. Kjo do të thonë ka ndodhur një anomali shumë e madhe. Kur ka ndodhur kjo vrem? Po kjo ka ndodhur dikon para qeverive të kaluara, dikon 2013 nëse s'gaboj, se ato vite ka ndodhur. E kur e keni marrë vesh ju që Na kena marrë vesh, gati që s'kena marrë vesh hiç pi qeverive, se s'na kanë ftu kështu në dëgjim. Vesh kena marrë vesh nëpërmjet njerëzve, nëpërmjet lajmeve që është bë plani urbanistik i ri dhe çdo parcela me terren, me vjetër me terren, tu i kuptu që çdo hallet, kena ardhur në përfundim që kena pasur që kanë ndryshuar disa gjona, për shembull disa toka tona që janë në rrugë kryesore, i kanë bardh, i kanë çu më poshtë, tjetrën e kanë qit në krye të rrugës. Për neve është e pranueshme se na veç që kena pas çasje në rrugë. Na kurfar dokumenti s'kena nënshkruar për këtë far pune hiç. Kjo është bo pa dijenin ton, realisht shumica janë në ngërbet, nuk kanë ide se çka ka ndodhur. Pak më ne kena pas dikon një 50 i kem, tu shku me këshyr tokën rastisht, disa vigjallorët mi e kanë po një tabel toka në shitje, në orton. Në ora jonë që për shembull që 50 vjet e bleme e punume, tabela shitjes aty. Edhe kena po një tipin që i ka qitë aty, një farë zëtërije, qa po bën këto, jo, janë e kënej, me qësë me tren, edhe ja kena edhe duhet marrë puna dhe të konflikti, për shembull. Kjo është shumë pak problematike. Duhet mu koordinu me neve për mi bo këto farë ndomje, kush i ka bo këto arkitekta, inxhiniera, kush është a politika, kush do që i ka bo, duhet me bo me ndëgjim publik, duhet me kuptu hallin e qytetarit, nuk mund mi shti njerëz në konflikt, me marrë tokën teme, me qu 200 metra, 300 metra më larg, edhe tokën e dikujt tjetër me prut e une, edhe na bim konflikt verbale tana. Ktu kemi qenë rreth rrugës. Ktu jam unë, këtu është Axha. Sulejman Koçina e Recep Koçina. U jam trashëgimtari. Jemi në rreth rrugës. Kjo janë lista vjetër. Kurse tash me këtë listën e re, me këtë planin e ri këtu në komunalve, unë jam tash këtu. Këtu nuk e di, nuk po du me i ditë kush janë ato pronarët e ri, ato tash kanë bërë marrëveshje me kompanitë e ndërtimit. Do më thonë, ju jeni bartë prej kësaj pjese jeni bartë qëto? Prej kësaj pjese që nuk kemi dalë qëto. Pa dijenin e ju? Pa dijenin e tonë. Këndrim ka ndodhur rreth 2013-s, na nuk kemi kohë të informuar. Kur e kemi marrë vesh, do më thonë, mas 2013-s, diku rreth 2020-21-ën. Çu që keni marrë vesh? E kemi marrë vesh kur nona ka ardhur mi lidh lop në livadh, i ka pa kunjat, do të thotë, ose kufit e ri. Ju ka thonë, çka jeni të bëjmë kështu, kjo është tokë jona, e dikush i ka përgjigj nënës, i ka thonë që këto janë pronat e reja, janë kufi të ri. Me të marrë vesh na me këtë punë, kemi shkuar në komunë, jemi bën ankesë, mas ankesës kemi bën edhe pa di. Mirë po, këto ankesa, këto peticione kanë hasë në vesh shurdhën, edhe nuk ka reaguar kërkush. Do thotë secili t'ia plas fajin tjetër. Padia jonë ka shkue, nuk është asë një seancë është majtë, këmë kërkue takim me gjukatësin nuk më ka pranue me atë format e veta. Edhe unë tashti këmë pa të arsyshme mjë thirë juve me zgjidhë që të problem, mos me shkue që kjo edhe dete ma keqja, në gjak derdhje, se ku të bëhet gjak derdhje, mas ne marrin masa, po para nuk merr kush. Kjo është teori e këtyre komunalëve tonë. Po kisha lutur me këtë rast, më u thonë që
hap një vesh edhe si që prona e dikuj nuk bëhet e tjetër kuja. Unë nuk jam pronar i asaj toke që kam qenë. Është në rrugë edhe me listë poseduese. Kjo që nuk ndodh kun. A keni nënshkruar ju ndonjëherë në ajsan? Kur njëherë nuk ke. Ato arsyeja aty është që na kemi njoftu qytetar. Këtu nuk është fjala për qytetar, këtu është fjala për pronarët e tokave. Drejtoria e katastrit ka pas shumë të lehtë me marr, me i thirr secilin pronar dhe me marr një marrëveshje. O Kaplan Koçina, Suleman Koçina, Xhoxha e familja, a jeni në dakord ju? Nuk jemi në dakord. Po jemi në dakord, na paguni një herë, na jepni, na vlerësoni e marrin një marrëveshje. Këto janë rregullat botnore, jo veç këtu te na. E nuk na ka thirr kush. Na jemi kundra. Na jemi kundra se pas që më kanë rru parcelën edhe më kanë marr edhe rrugë për rrugë, përqindje sa është kona e vlera, nuk e di, kanë marrë edhe për rrugë, edhe aja rruga qish kompenzohet pyetja ime, aja bonus. Unë që të bonus nuk e di çka është, nuk e di qish zbatohet, nuk e di se ku shënohet, ku qish mahet në mend që ki bonus, o qish djali Axhës që e ka kundërshtu këtë plan të ri, aja është në Burg. Xhevxhet Koçina e kanë marrë natën e Beramit e kanë rrasë në Burg, vetëm se i ka thonë i pronarit të ri, kjo është pronë jemi, tokë jemi që 50 vjet edhe ai pronari i ri ka shkuar me një formë do të thotë që më ka kërcënuar. Edhe me atë rast ai e ka qitë në padik, i ka qenë një herë në seancë, mas seancës nuk ka shku se thjesht ka pas probleme të rana. Edhe gjykata ka vazhduar me të vetat, e kanë dënuar dhe tash po e marrin në Burgun. 4 muaj kanë prej. Pikërisht për këto problemet me tokë. Për çdo problemet me tokë. Gjykata e din se çka do të më bën këtë rast. Duhet më burgos kryetari, drejtoresha e katastrit kush ka qenë në atë kohë që ka bën këtë ndrym se prona e dikuj mu prek e din ajo fort mirë, se ajo ka ditë shumë mirë që kur ta merr me nërru një listë poseduese duhet njoftohet pronari, e jo qytetarët, se këto zotnit e komunës dalin me një përgjigje që na i kemi ftu, kemi qitë ftesa në për shtyllën, në për ka kanë gjetë, ju kemi ftu s'kini ardhë. Atëherë për ju përgjigjen nëpërmjet këtij mediumi, pi tham që na s'kemi ardhë se jemi krejt në gërbet. S'kemi mujt me kuptu, po edhe me pas qenë këtu ne jemi kundra këtij projekti. Unë jam për nëse ai zotnia gjon një mes do të thotë që unë po ta marr tokën, po ta paguaj. Ato nuk kanë pagu plus edhe kanë rrugë. Kjo është e papranueshme. S'ka qish ma keq, se nesër mas nesër me ndodh një e keqe, masën e lipin me gjetë ku është sherrri kush e ka bën, po është shumë vonë. Na jemi kundra.